Shikues të News ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni motin për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Një qendër e fuqishme ciklonare në veri dhe verilindje të kontinentit, sjell rreshqe të dëndura dëbore në Balltik dhe kryesisht këto në Europën lindore, ndërsa rreshqe shiu e stujere priten po ashtu edhe në pjesën e Europës qendrore, ndërsa Ballkani paraqitet me vranësira dhe rebeshje shiu. Në masë ajrore të qëndrueshme me mot të kthjellët dhe pak vranësira mbeten nga dishulli iberik, ishujt britanik dhe brigjet e detit të Zi. Njihemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë. Sipas Meteoal, paraditja sjell vranësira të shpeshta, kryesisht këto më në veri të vendit dhe më në qendër të saj, ndërsa me rreshqe të pakta shiu priten pasditja dhe nata, të cilat shtojnë vranësirat duke gjeneruar shira me intensitet mesatar. Temperaturat e ajrit do variojnë nga 6 gradë Celsius deri në 25 gradë Celsius. Era do të fryejë fort nga jugu mbi 100 km/orë, ndërsa dallgëzimi në det do të arrijë 7 ball. Shohim tani kushtet e motit për sa i përket ditës së nesërme për Europën. Një sistem i fuqishëm vranësirash do të godasi Ballkanin duke sjellë rreshqe intensive dhe era të forta. Balltiku dhe Europa lindore priten me rreshqe shiu e dëbore, më intensitet akoma dhe më të lartë, po ashtu priten dhe Skandinavia, ishujt britanik dhe vendet perëndimore. Do të njihemi tani me situatën meteorologjike për sa i përket ditës së nesërme për vendin tonë. Sipas Meteoal, një stuhi ciklonare sjell vranësira dhe rreshqe që në mëngjes me intensitet duke qenë këto më tepër në veri dhe më në qendër të saj, shoqëruar me shtrëngata, ndërsa pasditja dhe nata intensifikojnë rreshqet në të gjithë vendin me rrezik përmbytjesh. Temperaturat variojnë nga 7 gradë Celsius deri në 22 gradë Celsius. Era do të fryejë fort mbi 85 km/orë dhe dallgëzimi në det do të arrijë 6 ball. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoal për vendin dhe rajonin. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për situatën meteorologjike. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë, mirupafshim.